Një tjetër antar i grupit kriminal të Arben Dokës është ekstraduar nga Italia për të përballur me drejtësinë shqiptare. Bëhet fjalë për Ilian Dokën, 50 vjeç, për të cilin gjykata e posaçme i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, në mungesë si të dyshuar për veprat penale, pastrimi i parave, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale si organizata kriminale. Ilian Doka, kushëriri i Arben Dokës, u arrestua në vendin fqinj në maj të 2024-s, pasi nga prokuroria e posaçme SPAK u shpall në kërkim ndërkombëtar gjatë operacionit Revanshi, ku u lëshuan mbi 50 masa sigurie dhe u zbuluan përplasjet e fisit Ndoka me dy vëllezërit Valtere Durim Bami në Nikël. Sipas SPAK, 50 vjeçari Ilian Doka kishte rol për të ndihmuar me para dhe me informacion të afërmin Arben Doka, i cili ishte vënë në kërkim të vrasësve të vëllait të tij Aleksandër Ndoka. Arben Doka për vrasjen e të vëllait dyshonte Durim dhe Valter Bamin, ndaj të cilëve nisi hakmarrjen. Për këtë ai bëri pakt edhe me grupe të tjera, Avdylajt në Shijak, Ervis Martinaj, Emiliano Shullazin e shumë persona të tjerë, ndërkohë nga Gjermania është ekstraduar edhe 18 vjeçari Flavio Mërkuri, i dënuar me 2.5 vite burg për veprën penale vjedhja me dhunë, mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim.